Tu e fillu prej aspektit, mbeturinat janë ato që na i shohim edhe qytetarët i ngritin si vëmendje se janë vizuale. Mirë po, na kemi mbeturinat të padukshme që janë në ajër e në ujë, e që janë industrit shumë të mëdhaja që ndërta është edhe keku që ndot të dy aspektet, po nuk dhe me thonë që gjithçka që shihet është e vrasht apo e keqe. Mbeturina në lumenj, për shembull, nëse i konsiderojmë këto plastikës, janë shumë letë grumbullueshme, me një aksion me disa vlera largohen, po edhe kanë një impakt shumë ma të vogël në lumenj, po ato industrialet që na vinë, ato janë shqetësuese. E sidomos të gjendjes, pe thëmë, mbeturinave të gjendjes deponive që rrjedhin parimisht. Na ishtë dashtë tashme konë të bisedu, qysh Kosova ka reduktu mbetjet e plastikës përmes reciklimit, që është një praktik shumë e thjeshtë edhe shumë e lehtë për më bon vend, kemi shtetet në rajon që lehtë e bojnë,